Zëri kritik i Bashkimit Evropian rreth kthimit prapa të Maqedonisë në zbatimin e reformave po has në vesh të shurdhër. Ekspert të çështjeve të integrimit shprehon shqetësimin për mos reagimin e lidershipit në vend ndaj mangësive që nënvizohen në raportin vjetor të progresit të Komisionit Evropian. Për çdo vit me radhë ne kemi vrejtje të njëjta të cilat na vijnë nga ana e Komisionit Evropian në raport progresit vjetore që kanë bënë për Republikën e Maqedonisë. Duke nisur këtu nga zbatimi i politikave që kanë bënë me kriteret politike, sundimi i së drejtës, shteti ligjor, pastaj raportet ndërhetnike, raportet me shtetet fqinje, këtu përfshirë edhe raportet me Greqinë, Bullgarinë dhe Serbinë, raportet me Shqipërinë, kohëve të fundit. Për profesorin Beton Latifi, madje Maqedonia do të ballafaqohet me probleme akoma më serioze, kur Bashkimi Evropian do t'i kërkojë reforma konkrete në fushën e politikave publike. Një nivel i aksionit reformues apo i kërkesave dhe hapave të reformimit duhet të zbres, sidomos për Republikën e Maqedonisë, por edhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, nga kategoria e populizmit për të grumbulluar sa më shumë vota dhe për të ruajtur pushtetin, në kategorinë e reformave konkrete në fushën e politikave publike për antarësim në Bashkimin Evropian. Për profesorin Goran Ilić, situata nuk është dhe aq e zezë. Sipas tij, problemi i emrit është pengesa e vetme më e madhe për integrimin e vendit. Secili shtet që ka aplikuar që të bëhet antare e plotë e Bashkimit Evropian përkushtohet në përmbushjen e kritereve. Momentalisht problemi vetëm për integrimin e vendit në BE është çështja e emrit sepse është çështje politike. Pjesëmarrësit në konferencën shkencore mbi politikat publike të Bashkimit Evropian të organizuar nga Universiteti i Evropës Juglindore, i bën thirrje qeverisë që t'i trajtojë seriozisht vërejtjet që vijnë nga Brukseli dhe urgjentisht të ndërmarrin veprime për të përmirësuar gjendjen për sa i përket pavarësisë së gjyqësorit, lirisë së mediave dhe luftës kundër korrupsionit.